nderuar dëgjues të Radios Ngjallja, sot ndalemi në një temë që prek pothuajse çdo familje në vendin tonë. Një realitet që po shohim çdo ditë në rrugë, në shkollë dhe në kishat tona. Largimi të rive nga Shqipëria është një fenomen që nuk është thjesht ekonomik apo social, por thellësisht shpirtëror. Pyetja që lind natyrshëm është: kur një njerëz largohet nga vendi, apo largohet edhe nga Zoti? Apo ndoshta kjo rrugë e vështirë mund të bëhet një mundësi për ta njohur më thellë besimin? Shpesh, largimi shoqërohet me një ndjenjë humbjeje. I riu lë pas familjen, miqt, gjuhën, zakonet dhe në shumë raste edhe jetën e tij shpirtërore, që ishte i lidhur me komunitetin. Kisha nuk është vetëm një ndërtesë, ajo është një familje, një trup i gjallë ku njeriu gjen mbështetje, rrëfim, këshill dhe dashuri. Kur kjo lidhje kputet papritur, shumë të rinj ndihen të humbur. Nuk është më e njëjta gjë të shkosh në një kishë të huaj ku nuk njeh askënd, ku ndoshta nuk e kupton gjuhën, ku ndihesh i padukshëm, dhe kështu, pak nga pak, disa fillojnë të largohen jo vetëm fizikisht nga kisha, por edhe shpirtërisht nga Zoti. Por a është kjo e pashmangshme? A është emigrimi një rrugë që të çon domosdoshmërisht drejt ftojes shpirtërore? Jo gjithmonë. Në fakt, për shumë të rinj, largimi bëhet një moment zgjimi. Kur njeriu është larg gjithçkaje që i jepet siguri, ai fillon të kërkojë diçka më të qëndrueshme, dhe shpesh, pikërisht në këtë boshllëk, fillon kërkimi i vërtet për Zotin. Vetmia, që në fillim duket si barë e rënd, mund të kthehet në një hapësirë ku njeriu reflekton, lutet dhe e ndjen më qartë nevojën për praninë hyjnore. Në emigrim sfidat janë të shumta. Ka presion për të përshtatur, për të pasur sukses, për të mbijetuar në një realitet të ri. Shpesh ritmi i jetës bëhet aq i shpejt sa që gjërat shpirtërore shtyhen gjithmonë për më vonë. Nuk kam kohë. Bëhet një justifikim i përditshëm. Por e vërteta është se nuk është mungesa e kohës, por mungesa e prioritetit. Sepse kur diçka është vërtet e rëndësishme, njeriu gjen mënyrën për ta ruajtur. Një tjetër sfidë është ndikimi i kulturave të ndryshme. Në disa vende, feja shihet si diçka private, ose edhe e panevojshme. I riu mund të ndjejë presion për të mos e shfaqur besimin e tij, për të mos u dalluar, për të bërë si të gjithë. Dhe këtu lind një betejë e brendshme. A do ta ruaj identitetin tim si i krishter, apo do të përshtatem duke e lënë mënjan atë? Megjithatë, pikërisht në këto momente vështirësie, besimi mund të forcohet më shumë se kurrë. Sepse besimi që mbështetet vetëm në traditë apo zakon, shpesh është i brisht, por besimi që provohet në vështirësi bëhet i gjallë, i vetëdijshëm, i fortë. Kur një i ri zgjedh të shkojë në kishë edhe kur është i lodhur, kur zgjedh të lutet edhe kur ndihet vetëm, kur zgjedh të mos turpërohet për besimin e tij, atëherë ai nuk po e humbet Zotin, përkundrazi, po e gjen më thellë. Pra, si mund ta ruajmë këtë lidhje shpirtërore larg vendit? Së pari, duke kuptuar se kisha nuk është vetëm një vend fizik. Kisha është aty ku është zemra që kërkon Zotin. Edhe në një qytet të huaj, gjithmonë ekziston një mundësi për të gjetur një komunitet. Ndoshta të vogël, ndoshta ndryshe nga ai që kemi lënë pas, por gjithsesi një vend ku mund të lidhemi shpirtërisht. Së dyti, është shumë e rëndësishme jeta personale shpirtërore. Lutja nuk ka nevojë për kufi gjeografik. Ajo mund të bëhet në një dhomë të vogël, në një autobus, në një moment qetësie gjatë ditës. Është ajo lidhje e fshehtë me Zotin që e mban njeriu të qëndrueshëm, pavarësisht se ku ndodhet. Së treti, duhet guxim për të jetuar besimin. Jo si diçka që e fshehim, por si diçka që e mbajmë me dinjitet. Sepse shpesh, pikërisht ky guxim bëhet një dëshmi për të tjerët dhe një forcë për vetë ne. Në fund, largimi nga vendi nuk është domosdoshmërisht një humbje shpirtërore. Ai mund të jetë një rrezik, por edhe një mundësi e madhe. Varet nga zgjedhjet që bëjmë. Nëse e lëm pas besimin, atëherë po,
mund të humbasim shumë më tepër se sa një vend. Por nëse e marrim Zotin me vete, atëherë në çdo vend mund të bëhet një tokë e bekuar për rritjen tonë shpirtërore. Prandaj le ta shohim këtë realitet jo vetëm me dhimbje, por edhe me shpresë, sepse Zoti nuk është i kufizuar në një vend apo në një kulturë. Ai është kudo, dhe ai ecën bashkë me çdo të ri që largohet, duke e pritur, duke e mbështetur dhe duke e thirrur që edhe larg të mos harrojë kurrë rrugën e kthimit drejt tij. Sa shpesh kur largohesh nga vendi yt, ndjen një boshllok që nuk mund ta shpjegosh dot. Një mungesë që nuk ka të bëjë thjesht me fytyrat e njohura apo zërat e ngrohtë të familjes, por me diçka më të thellë, një vetmi që prek shpirtin dhe e bën zemrën të ndjejë një boshllok, edhe kur je mes njerëzve. Kur njeriu largohet, në fillim gjithçka duket e re, ka ëndra, plane, shpresa, gjithçka duket e mundur, por me kalimin e ditëve, fillon të ndihet mungesa e gjërave më të thjeshta. Një bisedë e ngrohtë në shtëpi, një mik që të kupton pa shumë fjalë, një vend që ndihesh i mirëpritur. Dhe pikërisht, në këtë boshllok lind ajo ndjenjë veçantë, ajo vetmi që nuk duket gjithmonë, por që prek shpirtin. Sot në këtë emision do të flasim për këtë vetmi, për sfidat shpirtërore që vijnë me emigrimin dhe për mënyrat se si mund të gjejmë forcë, paqe dhe shpresë, edhe kur gjithçka duket e larg dhe huaj. Do të flasim për momentet kur heshtja bëhet mësues, kur vetmia bëhet një shkollë për shpirtin dhe kur sfidat që dukeshin të frikshme mund të shndrohen në mundësi për rritje dhe lidhje më të thellë me Zotin dhe me vetveten. Sa prej nesh kur largohemi nga shtëpia ndihemi të vetmuar, edhe kur jemi në mes të njerëzve. Sa shpesh ndjejmë mungesën e një bisede të ngrohtë, të një miku që na kupton pa fjalë, apo të një ambienti ku ndihemi të mirëpritur. A jemi ndjerë ndonjëherë kaq larg sa që duket se asgjë nuk na lidh me vendin dhe njerëzit që kemi lënë pas? Si mund ta përballojmë largimin nga vendi që njohim, nga njerëzit që duam, dhe të gjejmë forcë ku gjithçka duket e huaj dhe e ftohtë? Çfarë ndodh brenda zemrës sonë kur heshtja na përshkon, kur netët bëhen të gjata dhe mendimet rrethojnë shpirtin ton, duke na bërë të ndjejmë një boshllok të heshtur? A e shohim këtë boshllok si një pengesë apo si një mundësi? Si mund të shndrohet kjo vetmi e brendshme në një shkollë të vërtet për shpirtin, ku kuptojmë më shumë për vetveten, për besimin ton dhe për atë që nuk ndryshon kurrë? Sa prej nesh janë të gatshëm të përqafojmë këtë ndjenjë, të ndalojmë, të dëgjojmë heshtjen dhe të zbulojmë forcën që fshihet brenda nesh? Sot në këtë emision do të përpiqemi të japim përgjigje në këtë pyetje. Do të flasim për vetmin që ndjejmë në emigrim, për sfidat shpirtërore që ajo sjell, dhe mënyrat se si mund të gjejmë paqe, shpresë dhe lidhje më të thellë me Zotin dhe me vetveten. Edhe kur gjithçka duket e larg dhe e huaj, sepse vetmia nuk është thjesht mungesë njerëzore. Ajo është një thirrje për të parë brenda vetes, për të reflektuar dhe për të ndërtuar forcën shpirtërore, që nuk mund të thyet nga asnjë rrethan. Si e marë, kjo varke mjere shpirtit tim, e ture vrare Të dashur dëgjues, në këtë pjesë të dytë të reflektimit ton, dua të ndalemi më thellë në një realitet që shpesh nuk thuhet me zë të lartë, por që përjetohet fort nga pothuajse çdo i ri që largohet nga vendi. Vetmia. Jo thjesht ajo vetmi fizike që vjen nga mungesa e familjes dhe miqve, por një vetmi më e thellë, më e heshtur që prek shpirtin. Kur një i ri largohet, në fillim gjithçka duket si një fillim i ri. Ka ëndra, plane, shpresa. Por me kalimin e ditëve, fillon të ndihet mungesa e gjërave të vogla. Një bisedë e ngrohtë në shtëpi, një mik që të kupton pa shumë fjalë, një ambient ku ndihesh i mirëpritur. Dhe pikërisht në këtë mungesë lind vetmia. Kjo vetmi nuk është gjithmonë e dukshme. Ndonjëherë ajo fshihet pas një jete të ngarkuar, pas punës, studimeve, përpjekjeve për të përshtatur. Por në momentet e qeta,
Kur njeriu mbetet vetëm me mendimet e tij, ajo del në sipërfaqe. Dhe këtu fillon një sfidë e madhe shpirtërore. Çfarë mund të bëjmë me këtë vetmi? Disa përpiqen ta mbushin atë me zhurmë, me angazhime të vazhdueshme, me argëtim, me njerëz të rinj. Dhe për një kohë, kjo mund të funksionojë. Por shpesh këto janë vetëm zgjidhje të përkohshme, sepse vetmia shpirtërore nuk largohet thjesht duke qenë i zënë. Ajo kërkon një përgjigje më të thellë. Pikërisht këtu qëndron rreziku, por edhe mundësia. Sepse në këtë boshllëk, njeriu mund të humbas drejtimin, por mund edhe të fillojë një kërkim të sinqert për kuptim. Kur mungon gjithçka tjetër, lind pyetja: ku është Zoti në këtë përvojë? A është ai i pranishëm në vetminë time, apo jam lënë vetëm? E vërteta është se shumë të rinj në këtë fazë përjetojnë një ftoje shpirtërore. Jo sepse nuk besojnë më, por sepse nuk e ndjejnë më atë afërsi që kishin dikur. Lutja bëhet më e rrallë, pjesëmarrja në kishë zboglohet, dhe lidhja me Zotin dobësohet gradualisht. Dhe kjo ndodh shpesh pa u vënë re, në mënyrë të heshtur. Por në të njëjtën kohë, ka edhe një të vërtetë tjetër. Vetmia mund të bëhet një derë drejt një marrëdhënie më të thellë me Zotin, sepse kur njeriu nuk ka më ku të mbështetet, ai fillon të kërkojë diçka që nuk lëkundet. Dhe nëse e hap zemrën, mund të zbulojë se Zoti nuk ka qenë kurrë larg. Në fakt, shumë njerëz e kanë përjetuar pikërisht në emigrim një kthes të fortë shpirtërore. Në momentet e vështira, në netët e gjata, në ndjenjën e boshllëkut, ata kanë filluar të luten më sinqerisht se kurrë më parë. Jo me fjalë të mësuara, por me një thirrje të brendshme, të vërtetë. Edhe pikërisht aty, në atë sinqeritet, fillon një lidhje e re me Zotin. Një tjetër sfidë shpirtërore në emigrim është mungesa e komunitetit. Në vendin ton, besimi shpesh jetohet në grup. Familja shkon në kishë, festat fetare ndahen bashkë, traditat mbahen gjallë nga komuniteti. Por kjo strukturë zhduket. I riu duhet të përballet vetëm me besimin e tij. Dhe kjo nuk është e lehtë. Të hysh në një kishë të huaj, ku nuk njeh askënd, kërkon ngutësim. Të ndjekësh një shërbes në një gjuhë tjetër, kërkon durim. Dhe shpesh, këto bëhen pengesa që shumë të rinj të tërhiqen. Ata thonë, nuk është njësoj, dhe kështu qëndrojnë larg. Por ndoshta pyetja që duhet të bëjmë është kjo: a është besimi ynë i lidhur me komoditetin, apo me të vërtetën? Sepse nëse është lidhur vetëm me atë që na është njohur, atëherë ai do të lëkundet, sapo të ndryshojnë rrethanat. Por nëse është i rrënjosur thellë, ai do të gjejë mënyrën për të jetuar kudo. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është përballja me tundimet dhe mënyrat e jetesës që mund të jenë ndryshe nga ato që kemi njohur. Në një ambient të ri, ku nuk ka të njëjtat kufi apo vlera, i riu mund të ndjejë një liri të madhe, por kjo liri shpesh shoqërohet edhe me rrezik, sepse pa një bazë të fortë shpirtërore, njeriu mund të humbas drejtimin. Dhe këtu rikthehemi tek thelbi. Vetmia nuk është vetëm një gjendje, por një provë që tregon se ku e kemi vendosur themelin e jetës sonë. Nëse ai themel është i dobët, vetmia e rrezon njeriu. Por nëse është i fortë, ajo e forcon edhe më shumë. Prandaj të dashur dëgjues, vetmia në emigrim nuk duhet parë vetëm si diçka negative. Ajo është e vështirë, është e dhimbshme, por mund të bëhet edhe një dhuratë e fshehur, sepse në heshtjen e saj, njeriu ka mundësinë të njohë veten, të reflektojë dhe të afrohet më shumë me Zotin. Sepse në fund të fundit, edhe kur njeriu ndihet vetëm, nuk është kurrë vërtet vetëm. Prania e Zotit nuk varet nga vendi, nga njerëzit apo nga rrethanat. Ajo është gjithmonë aty. Dhe ndoshta pikërisht në këto momente kur ndihemi më të braktisur, kemi mundësinë ta ndjejmë më qartë se kurrë më parë. Një shembull frymëzues vjen nga jeta e Shën Serafimit të Sarovit, i cili kaloi shumë vite në heshtje dhe vetmi në pyjet e rusisë. Një ditë, një besimtar i ri i erdhi pranë dhe i tha: "Atë, ndjej një boshllëk të madh brenda meje. Ndonjëherë më duket se Zoti më ka lënë vetëm."
Shën Serafim ju përkul me bullësi dhe ju përgjigj. Kur ndihesh e vetëm, mos u frikso. Vetmia është një shkollë për shpirtin. Sa më i thellë bashllëku që ndjen, aq më afër mund të jesh me Zotin. Ai është aty, edhe kur mendon se je i braktisur. Shiko brenda vetes dhe do ta ndjesh praninë e tij në çdo frym. Ai mësonte se heshtja dhe vetmia nuk janë thjesht periudha të vështira, por mundësi të çmuara për të ndjerë më thellë, për të kuptuar se çfarë ka rëndësi dhe për të zbuluar forcën që vjen nga besimi pa lëkundur. Për Shën Serafimin, çdo moment i kaluar në lutje dhe heshtje ishte një hap drejt një lidhjeje më të fortë dhe më të sinqertë me Zotin. Kjo histori tregon se vetmia nuk është mungesë, por një mundësi për të reflektuar, për të përballur me brishtësitë tona dhe për të gjetur një themel shpirtëror që nuk lëkundet nga rrethanat. Pikërisht, kjo është ajo që shumë të rinj përjetojnë kur largohen nga vendi i tyre, kur ndihen të vetmuar në një vend të huaj dhe kur u mungon komuniteti i njohur. Një provë që nëse përjetohet me guxim dhe besim, mund të bëhet një hap drejt një marrëdhënie më të fortë dhe më të sinqertë me Zotin. Të dashur dëgjues, ndërsa përfundojmë këtë bisedë, le të ndalemi një moment dhe të reflektojmë. Ikja nga vendi, largimi nga njerëzit dhe ambienti që kemi njohur, nuk është thjesht një ndryshim fizik. Ajo prek shpirtin ton. Ngre pyetje të mëdha dhe shpesh na lë të ndjejmë një boshllok që duket i pamundur për të mbushur. Dhe pikërisht në këtë boshllok, në këtë heshtje që ndjejmë brenda vetes, lind mundësia e madhe për të ndjerë më afër Zotit dhe për të njohur vetveten. Vetmia nuk është thjesht mungesë, ajo është thirrje për reflektim, një mundësi për të ndërtuar forcën e brendshme dhe për të gjetur atë themel të palëkundur që nuk mund ta marrë askush. Nëse e shikojmë largimin jo vetëm si humbje, por si mundësi, çdo sfidë, çdo natë e gjatë, çdo moment i vetmisë bëhet shkollë për shpirtin. Aty mësojmë të lutemi më sinqerisht, të dëgjojmë zërin ton të brendshëm, të kuptojmë çfarë është e vërtet dhe çfarë është e përhershme. Dhe aty ku ndjejmë më shumë boshllok, shpesh ndjejmë edhe praninë më të fortë të Zotit. Prandaj, kur ndjeni të vetmuar, kur largësia duket e pakapshme, mos harroni. Nuk jeni kurrë vërtet vetëm. Çdo hap që bëni në këtë rrugë është një mundësi për të ndërtuar një lidhje më të fortë me veten dhe me Zotin. Le të përqafojmë këtë mundësi, të mësojmë nga vetmia dhe të lejojmë që sfidat të na forcojnë shpirtërisht. Dhe për në fund, le të mbaj mend, emigracioni, largimi dhe sfidat që vinë me të, mund të jenë jo vetëm një humbje kohe, por një derë që na çon drejt një kuptimi më të thellë, një paqeje të brendshme dhe një lidhjeje më të fortë me atë që nuk largohet kurrë, me Zotin dhe me shpirtin tonë. Të dashur dëgjues, duam të ndajmë me ju një njoftim për të gjithë të rinjt. Ju ftojmë të bashkoheni në aktivitetet tona javore te Katedralja Ortodokse Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Ditën e hënë, në orën 18, kemi studimin biblik. Një orë për të mësuar, diskutuar dhe reflektuar mbi shkrimin e shenjtë. Një hap drejt thellimit të besimit ton. Ditën e enjte, në orën 18, kemi ftesë me temë shpirtërore. Ku çdo të enjte, kemi të ftuar special që flasin për përvoja personale dhe çështje shpirtërore. Dhe ditën e diel, ashtu sikurse është bërë traditë, pas liturgjisë hynore, takohemi në sallën e rinisë për biseda, aktivitete që ndërtojnë lidhje shpirtërore dhe misi të reja. Të gjithë të rinj janë të mirëpritur. Mos u humbisni mundësinë për të rritur besimin dhe për të njohur miq të rinj. Faleminderit që ishit edhe sot me ne. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim.